Shikues nderuar të portalit Zërancënon Sport, ju përshëndesim nga Krusha e Madhe ku do ta bëjmë transmetimin e ndeshjes së gjirës së dytë të turneut tradicional në futboll dëshmor dhe martirë të Krushës së Madhe, e ku takohen NTP Krasniqi and Majsuc dhe Shlirimi. Skuadra NTP në Krasniqi me të veshrat e katërta dhe këtu fillon ndeshja. Dhe ja formacioni skuadrës NTP Krasniqi and Majsuc në port Altin Jashari, numër 7 Labinoti Tullahu, 8 Melos Kelmendi, 10 Drilon Maxharaj dhe 11 Donat Krasniqi, përfaqësuesi i ekipit Dëfrim Krasniqi. Në anën tjetër skuadra Shlirimi me të veshura të bardha, për cilën këtë mundësi Melos Kelmendi aty nuk kalon. Skuadra Shlirimi ka këtë formacion në port Lirikzon Rama, pastaj Arianit Kabashi, Fabian Hoxha, Shqipon Hoti, Shterim Morina dhe Endrit Kryeziu. Ja, Drilon Maxharaj, një aksion i skuadrës Jetullahu. Ja, mundësia e parë për gol të realizuar Drilon Maxharaj, pozita e mirë shënimit për pak i ikën topi, e marrin lojtarët e skuadrës Shlirimi, nisin të kundërshtunë dhe një tentim nga Arianit Kabashi që për pak nuk e gjen cakun. Po kemi rivënje ansore, kanë ndërhyrë për tjeri korner, saktësisht, nga ana majt. Tam në drejtim të portierit mundohet me volej, nëse gabon aty tani do të mund të shkojë keq skuadra. Pra, duke pasur parasysh emrat e lojtarëve të NTP Krasniqi dhe në Majsuc, atëherë gjithsesi mund të themi që kjo skuadra është favoritin e këtë përballje, por gjithsesi mbetet të kryhet në terren. Ja, një tentim aty, një pasim i topit në të Donat Krasniqit, e humbin dhe shpejt lojtarët e skuadrës Shlirimi topin, ishte Arianit Kabashi që nuk arriti ta mbanë topin, ja është ky Labinoti Tullahu. Donat Krasniqi nuk shkon topin në drejtim të Melos Kelmendit. Kemi rivënje ansore apo rivënje këndore. Ja, nuk dëshiron të rrezikojë Arianit Kabashi para Labinoti Tullahut, dërgon topin jashtë dijes fundore, kroner tjetër për skuadrën NTP Krasniqi. Ja, Kelmendi, Krasniqi, edhe njerë Kelmendi, nuk shkon pasimi i tij në drejtim të Jetullahut. Kabashi, ja, mundohet aty të shërbejë Shterim Morinën, por topi del jashtë dijes ansore dhe tashmë ka rifilluar loja për skuadrën NTP Krasniqi. Ja, pozita ballore gjuajtje dhe vjen goli i parë i realizuar nga Labinoti Tullahu. Zhbllokohen shifrat 1-0, minuta e tretë e përsi e hershme e skuadrës NTP Krasniqi. Nga është ky Hoxha, kanë topin prapa deri te Kabashi, edhe njerë Hoxha, dalet nga Jetullahu, topi kthyer prapa Kelmendi, Maxharaj, Kelmendi, Maxharaj edhe njëherë, Kelmendi, pasimit e sakta këto të skuadrës NTP Krasniqi. Ja, ky është Donat Krasniqi, gabon dhe ja mundësia e kundërshturimit, mirë po aty nxituar Lirikzon Rama. Tentoi aty portieri i skuadrës NTP Krasniqi, Altin Jashari, të shfrytëzojë këtë dalje të Lirikzon Ramës dhe të rrezikojnë nga distanca, por nuk ishte i sakt, topi doli jashtë fushës madje. Ja, Morina, Rama, Kelmendi, ja mundësia tjetër për skuadrën, kemi penalti aty, po se ka luajtur me dorë Morina. Penalti dhe mundësia për të shtuar, për të dyfishuar apërsin, do të gjuhet Donat Krasniqi. Donat Krasniqi ka pritur portieri Lirikzon Rama, mbetet rezultati 1-0, kemi korner nga krahu i majt. Maxharaj dhe Kelmendi tani, nga një krau ka shënuar Labinoti Tullahu golin e tij të dytë. 2-0, 2 gola të shënuar
nga I njëjti futbollist, Labinot Jetullahu. E thamë edhe më herët se është një përparësi e skuadrës në TPN Krasniqi Majsuic, të cilët kanë përbërje lojtarë të futsallit, lojtarë të cilësor, siç është tani për shembull Adrian Maxhare, një emër I njohur, Jetullahu, Melos Kelmendi dhe Donat Krasniqi. Emrat e njohur të futbollit të vogël ose futsallit, si quhen ndryshe, ja portieri Altin Jashari, Maxhare, ka krahu I majt, Jetullahu, mundësia aty përsëri ka mundur fare le skuadra në TPN Krasniqi Majsuic të kaloj në prej 3 golash. Për pak nuk arriti Donat Krasniqi ta ndon për topin në gol, gabojnë përsëri lojtarët e skuadrës Krasniqi. Shtirimin në fakt ishin ata. Ja tani gabojnë ato të shtirimit dhe ja mundësia për golin e tretë. Kelmendi ka pritur portieri Rama, kemi rivënje ansore, nuk ka rriti topi deri te Donat Krasniqi. Maxhare, Kelmendi, Jetullahu, ja Maxhare, kemi gol të shënuar, tentoj të realizonte Labinot Jetullahu, por ka pritur Dirigjon Rama, kemi rivënje ansore. Kelmendi, Maxhare, Krasniqi, ka bon Krasniqi, ja morin topin dhe ja një mundësi e kundërshturimit, por ka bon në pasim të topit Kabashi, Maxhare, topin prapa deri te Jetullahu, ka bon kënë pasim të topit, ja mundësia për të shënuar Morina, me të këtë gjuajtje, por se ka pritur portieri Jashari, kemi korner për skuadrën në TPN Krasniqi Majsuic. Ja, aty është Kabashi, goditje e tij, rivënje ansore. Maxhare, minuta 8, 2-0, e përsi plotësisht e merituar e skuadrës në TPN Krasniqi. Maxhare, apelojën e ekranë gjatë të Krasniqi, për pak nuk arrin të gjejë aty këndin e epërm të majtë të portës së portierit Rama, futbollistit Donat Krasniqi me të 2-0. Ja Hoxha, një top të gjatë më do të shërbej aty Morinën. Asnjë dy aksion asgjë, mbetet 2-0, edhe 4 minuta deri në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes. Rezultati 2-0 vazhdon të mbetet, ja një ndërprerje aksionit të skuadrës, shtirimin nga Maxhare, tani portieri Rama, disa herë po tenton nga distanca, dashtësisht Dylan Maxhare realizon për 3-0, shfrytëzoi atë dalje të gabuar të portierit Dirigjon Rama, i cili disa herë, të paktën 3 herë lëshoi portën e tij. Morina e fillon lojën nga mesi I fushës, të shohim tani këtë Hoxha, tenton në këtë mënyrë, por se nuk e gjen kuadratin e portës. Kelmendi, Maxhare, pasimet të këtyre 2 futbollistëve. Kelmendi, Jetullahu, ma shumë do të quajë një ndeshje stërvitore për skuadrën në TPN Krasniqi Majsuic. Ja, aty Krasniqi, mundësia për të goditur, nuk shkon këtë pasim në drejtim të Jetullahut. Ja kundërsulmi, I shpejt këto për Kabashin. Maxhare, Jetullahu, Maxhare, atë të kemi golin e 4. Kelmendi, Krasniqi, nga afërsia gjuan, nga krahu I majt, realizon
Golin e tij të parë, por të katërtin për skuadrën në TPN Krasniqi Majsuic. Në sigurisht jo që mund të themi për këtë lojë, por bazuar në emrat e ekipit, sigurisht është skuadër që do të jetë në mesin e skuadrave që synon titullin e kampionit në turneun e dytë tradicional dëshmore të martirat e Krushës së Madhe. 4-0 brenda 10 minutave për ekipin në TPN Krasniqi Majsuic. Rivanjansore për tu përfundon pjesa e parë. Rrestet 4-0 pas pak Martirët Plakushe Hysén Muadri nga Krusha Madhe dhe skuadra e Skivjanit të përgatiten për ndeshjen tjetër. Ka filluar pjesa e dytë e ndeshjes, 4-0 është rezultati pas 12 minutave të para të pjesës së parë. Ja vazhdon dominimi i skuadrës Jad Maxhara në ekranin e djathtë, dalet në mënyrë të palejueshme dhe sigurisht kemi goditje dënimi. Jetullahu pranë topit, por ja kalon Trilon Maxharajt. Jetullahu tani janë në mënyrë atraktive aty mundua të realizonte Jetullahu. Hoxha me këtë depërtim, por që nuk tregohet një sakt në pasim të topit, nuk ka kujt. Maxharajt tani mundua edhe ky me atraksion të realizonte, por nuk arriti. Kaboshi. Hoxha. Të përton Hoxha, aty nuk arrin topi deri te Kaboshi, kemi rivanjansore. Labinot Jetullahu, Trilon Maxharaj. Apo në ekran tjetër, Melos Kelmendi. Maxharaj edhe një herë. Tenton aty Maxharaj, por nuk ka arritur për fakt të realizonte, ishte një ide e mençur e Trilon Maxharajt, sepse kishte parë portierin që nuk ishte vendosur mirë. Ja tani mundësia për të shënuar golin e parë do të realizojnë futbollistët e skuadrës. Shlirimi aty nuk ka arritur. Nuk ka arritur Shqipon Hoti të realizoj. Rivanjansore, është Morina, që mundohet në këtë mënyrë ta shërbej aty Hoxhën. Ja Kaboshi nuk arrin ta mbaj topin. Trilon Maxharaj, topi saktë në drejtim të Krasniqit dhe ja Maxharaj mundësi për të shënuar, ja ngushton këmbën aty mirë portieri Rama dhe ja mundësia tani do të kemi golin e shënuar aty, por ndërhyrja është vendimtare e Altin Jasharit duke shpëtuar poshtë në anën tjetër tani, a do të kemi gol të realizuar? Jo. 4-0 mbetet. Kabosh arriti të pason të me portierin Rama, tani Hoxha, tenton Hoxha, por nuk arrin të shënoj. Maxharaj, këtë pasim të saktë në krahun e djathtë në drejtim të Jetullahut. E kërkon topin Krasniqi, edhe një herë Labinot Jetullahu dhe Donat Krasniqi realizon golin e dytë personal. Kurse të pestin për skuadrën në TPN Krasniqi Majsuic. 5-0. Hoxha. Po i shojmë të vuvuzela të cilat po dëgjohen në kampionatin botror të si vjet. Po diskutohet që të ndalohen, apo përdoren në Afrikën e Jugut. Se po krijojnë një lloj zhurmë shqetësuese. Ndoshta në një mënyrë është shqetësuese të përndej këtu, por gjithsesi dëshira e tifozërisë për të bërë më interesant turneun. Pasimi fort ky nuk ka ndërtuar. Ja mundësia, a do të kemi gol në së paku në nderit. Po, dhe kjo ishte
aksion I mirë, ka shënuar Shqipon Hoti, 5-1 është rezultati, goli I parë realizuar nga skuadra Shqirimi. U mundua ati me mishe me shpirt Altin Jasharit të mos pësante, por ishin të sakt futbolistët e skuadrës Shqirimi, dyshja Morina Hoti, është tani Fidan Hoxha, dhe mundësia për golin e dytë tentoi Alanet Kabashi, por ka pritur portieri Jashari. Revanjansore për skuadrën Shqirimi. Morina me këtë gjuajtje nga distanca nuk. Magjaraj. Donat Krasniq. Jetullahu, nuk shkaj ke pasim në drejtim të Melos Kelmendit, jam Morina tani mundësi për të rrezikuar skuadra Shqirimi, po jo në këtë mënyrë. E tani jemi në prag të golit të 6 me lehtësi aty, një zonë Donat Krasniq golit 3 personal të tij. 6-1. Morina. Në vetëm të Kabashit, Karina dhe Kabashit të shënoj, jam e mbulon mirë Altin Jashari, Kelmendi, me hum topin në duel me Shqipon Hotin. Tentativa e Fidan Hoxhës, ka pritur portieri Jashari, një mundësi e mirë nga kjo pozitë ballore ishte Kabashi që nuk realizoi. Tani si duket kemi gol, po, gol I shënuar nga Fabian Hoxha, 6-2. Edhe 5 minuta gjysmë në përfundim të ndeshjes. Portieri Jashari, në fakt në Raman pani, Dirigzon Rama ishte. Një tentim nga distancat e Fabian Hoxhës, Jetullahu Kelmendi, mundësia për golin e 70 kemi, po vjen edhe goli I 4 I personalit Donat Krasniqit. 7-2. 4 gola ka realizuar Donat Krasniqi, 2 labinat Jetullahu dhe 1 Driron Magjaraj. Në total 7 gola përballë 2 golave të skuadrës Shqirimi. Morina nuk ka rejtë të shkon të këtë top në drejtim të kryeziut. Ja, Kelmendi nuk ka rejtë të këthej topin prapa tek Magjaraj, kemi rivanjansore për të Krasniqin. Ja, Magjaraj. Driron Magjaraj. Kelmendi. Jetullahu, Jashari dhe Krasniqi, pasime të saktë të shkurta të Magjaraj, Jetullahu, Magjaraj dhe kërkë golin e dytë, tentoj aty, mu blokua Krasniqi, dhe ja, mundësia për golin e tretë, Pingulja Cerave, në edhe skaluar rreziku 2 tentime të një pas njëshme të Shqipon Hotit, që nuk arriti të realizonte. Labinot Jetullahu. Një ndër reakcionet, një mundësi tjetër për të shënuar futbollistët e skuadrës Shqirimi, dhe të shojmë edhe të realizojnë Hoti. Tenton Hoti I nxituar, me dy ishin forcat, ka mundur të veprante më mirë të bashkëpunonte apo të pasonte për ndonjërin prej bashkëlojtarëve. Ja tani një top I saktë për Driron Magjaraj. I vjen topi Driron Magjaraj. Jetullahu. Kjo dalje e sukses me Dirigzon Ramës. Jetullahu, Magjaraj, dhe ja tani mundësia kundër sulmit. Ado dhe kemi golin e tretë të shënuar nga skuadra Shqirimi, jo, ka pritur portieri
Rama tentativën e Hoxhës. Morina blokohet goditja e Morinës nga Donat Krasniqi, rivonia ansore. Bukur aty pasimi mirë dhe vjen goli i shënuar nga Fabian Hoxha, goli i dytë personali i tij, 7-3. Maxharaj me këtë top të saktë në Jetullahun edhe njerë Maxharaj. Kelmendi. Hapet një top. Në drejtim të Jetullahut, ja edhe një kundërshtim tjetër. Ato të shfrytëzohet kjo. Nuk ka arrim të realizoj Hoti nga pasimi i Kryeziut. Jetullahu, Krasniqi. Njerë Jetullahu, ja Melos Kelmendi, Krasniqi, Kelmendi, Jetullahu, Maxhara me këtë gjuhë e Zhallës, nuk e gjen për pak sakun dhe këtu përfundon ndeshja me rezultat 7-3 në të mirë të skuadrës, në të për në Krasniqi që shkon në mesin e 16 skuadrave dhe vazhdon betejën për titullin e më të mirë në këtë turnej.